Për shembull, ndodh thotë Xhesi që ti një ditë të zbukur, intuita femërore ta thotë, si femrat e keni goxha të zhvilluar intuitën, që ai po flet me një vajzë tjetër, po merret me një vajzë tjetër. Prapë unë se besoj, po nëse kjo ditë vjen, do të bëj një telefonat, do të them të lutem më fton në emision prapë se kam diçka për të. Ja të doli para syve dhe zbulon që ai po të tradhton. Çfarë do bësh ti? 100% do aplikohet një dhunë, jo fizike, psikologjike. Jo, s'ka më dhunë. S'ka. Nuk ka më dhunë. Vesh e ka. Sigurisht që shaka se jemi gjithmonë kundër atë. Nuk mendoj që Ose mund ta kemi, nuk mendoj që kemi. kemi. Sa një veten tënde ti Albi si mashkull. Mendon që hyn tek meshkuj që mund të tradhtosh pas disa vitesh? Jo. Pse? Jo, unë kam bërë deklarata. Pyetja ime është ku e gjen ti sigurinë? Ku e gjej tek vetja? Sepse jam në një moshë e kontrolloj veten dhe e di çfarë më pëlqen dhe investoj shumë tek ajo gjë dhe jam, domethënë, e di çfarë nuk pëlqen dhe nuk investoj fare, nuk merrem fare. Plus un jam shumë i lidhur me Xhesin. Si nga ana mendore, fizike, ashtu dhe shpirtërore. Jam në të drejta operacionet, le të themi, jam shumë i lidhur me Xhesin, gjë që domethënë përputhshmëria dhe përshtatja është më shumë se 100%. Edhe kjo gjë që domethënë është shumë e fortë, prandaj them është diçka solide, sepse un gjej vetveten tek Xhesi kur Xhesi flet un shikoj Albin. Shikoj Albin me ambicie, shikoj Albin që do të bëjë gjëra në jetë. E njëjta gjë dhe Xhesi me mua, kështu që përveç siç e specifikoi dhe Xhesi, e thash shumë shokun e ngushtë, ne bëjmë çdo gjë me njëri tjetrin. Përveç se domethënë punë të shtëpisë, bashkëtesa këto, rrjetet sociale i kemi mbushur me video, i kemi mbushur me video plus dhe punën e bëjmë bashkë, tani kemi filluar domethënë të hapim një biznes online, por që akoma nuk kemi bërë, domethënë nuk kemi gati aty për ta lançuar. Në momentin që do lançohet patjetër që do të them edhe po e bëjmë çdo gjë bashkë, që shiko, edhe në të ardhmen ti kemi 3 4 5 gjëra që na lidhin dhe më shumë. Qartë. Sepse tani luhati do ketë, sherrë do ketë. Lista shumë e gjatë Ronaldo dhe tradhtia thjesht nuk imagjinohet. Ne kemi shumë të ngjeshur, kemi shumë busy ditën me pasion, me dashuri, me punë.